mbretëruar me valët e Radio Marisë së Kosovës. Një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Liturgjia e orëve. Qoftë lëvduar Jezu Krishti dhe mirëmëngjesi të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot kisha përkujton Shën Gjon Boskon meshtar. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Drejtuesi ndritur atë dhe urtësi, i bëjmë derem nga dhënimit të tij të shquar, ai dëshmitari gëzueshëm pa mbarem, mbretëron ndërhyje. Ai ishte prisi ndritur dhe mësues, duke dhënë prova jete të shenjtruar, gjithnjë për poçti pëlqej Zotit me zemër të pastër. Tash ne të gjithë me shpirt atij t'i lypim, me përkushtim të shlyej fajet tona, me lutje të veta të na prindër të lartat kulme të qiellit. Lavdi e pushteti i qoftë vetëm Zotit, për jetë nderimi e në lartësi lumnia, që me drejtësi sundon me ligje të veta, mbar rruzullimin. Amen. Antifona e parë. Kundër teje mëkatuam, ki mëshirë për ne o Zot. Psalmi 51. Ki mëshirë për mua o Zot. Për të rihuni në shpirtin e mendjes suaj dhe vishuni me njeriu e ri. Krahasojmë letrën Efesianëve kapitulli 4. Ki mëshirë për mua o hyj sipas mëshirës sate. Pash mirësinë tënde, shlyeje mëkatin tim. Më laj krejtësisht prej mëkatit tim, e më pastro prej fajit tim, sepse e pranoj pa udhësinë time, mëkatin tim për herë e kam parasysh. Ty, vetëm ty të kam rënë në faj dhe kam bërë që është keq para teje, prandaj je i drejt sa do të më ndëshkosh dhe i paanshëm në dënimin tënd. Ja, mëkatarun leva, madje në mëkatin nëna ime më ngjizi, por ti që e do qiltrinë në zemrës, mi mëso thellësitë e dijes së shpirtit. Më stërpik me hisop e do të bëhem i pastër, më laje do të bëhem më i bardhë se bora, bëj ta ndjej zërin e harese të gëzimit dhe do të gëzohen eshtrat e thërmuara. Largoje shikimin tënd prej mëkateve të mia, e resiti të gjitha fajet e mia. Krijoje në mua o hyj zemrën e pastër, përtri në mua një shpirt të qëndrueshëm. Mos më flak larg fytyrës sate, mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shenjtë, ma kthe gëzimin e shpëtimit tënd dhe më forco me shpirt të gatshëm. E unë do t'u mësoj mëkatarëve udhën e shëlbimit, e fajtorët do të kthehen te ti. Ma fal gjakun e derdhur o hyj, hyji i shëlbimit tim, dhe gjuha ime do ta shpall shenjtrin tënde. Zhdrivilloj o Zot buzët e mia, dhe goja ime do ta shpall lavdin tënde, sepse ti nuk kënaqesh në fli, e nëse të kushtoj fli shkrumbimi s'të pëlqejnë. Flija vërtet për hyjin shpirti i penduar, ti o hyj nuk e përbuz zemrën e penduar të thërmuar. Pash mirësinë tënde o Zot, bëj i mirë Sionit, ndreqi përsëri muret e Jeruzalemit. Atëherë do t'i pranosh flitë e drejtësisë, flitë e shkrumbimit e të gjitha kushtet. Atëherë do të mund kushtohen më zetër mbi lterin tënd. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Kundër teje mëkatuam, ki mëshirë për ne o Zot.
Antifona e dytë. E pranojmë o Zot fajin ton, kundër teje mëkatuam. Kënga marrë nga libri i Jeremis profet kapitulli 14, rreshtat 17 deri 21. Ankesat e popullit në kohën e urisë dhe të luftës. Koha u plotësua e mbretëria e hyjet është ngjatë, kthehuni e besoni ungjillit. Lexojmë tek Marku Ungjilltar 1:15. Le të derdhin lot sytë e mi, Natë e ditë e të mos pushojnë, sepse me ndrydhje të rëndë u ndrodh virgjra bija e popullit tim. me plagë të rëndë të pashërueshme, Nëse dal në fush, ja të grirë prej shpatës. e nëse hy brenda në qytet, ashtë e lëkur të bërë prej urisë, Profet e prift ende në përvend, e më asgjë nuk marrin vesh, po a një mend krejtësisht e përbuze jutën, po aq fortun e verit Sioni, përse ne aq na godite. sa të mos kemi shpresë shërimi, Prisnim paqen, por të mirë s'ka. po shërimi dhe jatmeri, E pranojmë o Zot pa udhësin ton, mbrapshtinë e etërve tanë. po më katuam kundër teje, Mos na dëbo pa shemrin tënd, mos e turpro fronin e lavdisë sate, të bjen ndërmend e mos e prish beslidhjen tënde me ne. lavdio atit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. E pranojmë o Zot fajin ton, kundër teje mëkatuam. Antifona e tretë. Zoti është hyji ynë, ne jemi populli që ai e udhëheq. Psalmi 100, gëzimi i atyre që hyjnë në tempull. Zoti bën të shëlbuarit ta këndojnë këngën e fitores, pa thënë Shën Atanazi. Toka mbar le t'i brohora Zotit, shërbeni Zotit me hare, dilni para tij me brohoritje. Dijeni mirë se vetëm Zoti është hy, ai na krijoi e atij i përkasim. Jemi populli i tij dhe delet e kullotës së tij. Hyni në përdyert e tij duke i dhënë lavd, hyni në tremet e tij e këndoni himne, lavdërojeni e madhërojeni emrin e tij. Sepse i mirë është Zoti, e amshuar dashuria e tij, nga breznia në brezni, besnikëria e tij. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti është hyji ynë, ne jemi populli që ai e udhëheq. Leximi i shkurtër, krahaso letrën drejtuar Hebrejve kapitulli 13. Mos i harroni eprorët tuaj, të cilët e shpallën fjalën e hyjit. Vëreni mbarimin e jetës së tyre, e ndiqeni fenë e tyre. Jesu Krishti është i njëjtë dje e sot dhe do të jetë për amshim. Mos lejoni të gënjeheni me mësime të ndryshme të huaja. Përgjigja e shkurtër. I vure si roje që të kujdesen për kishën tënde. I vure si roje që të kujdesen për kishën tënde, Natë e ditë e shpallin emrin tënd. që të kujdesen për kishën tënde. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. I vure si roje që të kujdesen për kishën tënde. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Nuk jeni ju që do të flisni, por në ju do të flasë shpirti i Atit. Kënga Zakari sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit. Që po edhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që u premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, atit ton, se do të na e bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, E ti, o djalosh, do të quhesh profeti të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët,
për ta vënë në dijeni popullin e tij. Se Hyj do ta shëlboj duke ia falur mëkatet e tia, Në saje të zemrës së dashur të Hyjit ton, që do të na e dërgojë në pasi për qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Nuk jeni ju që do të flisni, por në ju do të flas Shpirti i Atit. Lutjet e besimtarve. Krishtit bariu të mirë që e dha jetën për delet e veta, t'ia lartësojmë plot me shpresë lutjen tonë. Udhëhiqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. O Krisht, ti që në shëngjon Bosko na e dhe një shëmbëlles të gjallë të dashurisë sate të mëshirshme. Bëj që në ata që na udhëheqin ta provojmë ëmbëlsinë e dashurisë sate. Udhëhiqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që në zëvendësit e tu e vazhdon misionin tënd si mësues dhe bari. Na udhëheq gjithmonë në bashkëtuesit e tu. Udhëhiqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që në barin të shenjtë të vërë në shërbim të popullit tënd, u bërë mjek i shpirtrave dhe i trupave. Bëj që mos të na mungoj kur prania jote nëpërmjet mbashtuesve të shenjtë të shenjtrues. Udhëhiqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që besimtarët i nxite me urtin dhe dashurin e shenjtërve të tu. Bëj që predikuesit e ungjillit të na ndihmojnë të njohim dhe të duam sikurse dëshiron ti. Udhëhiqe o Zot popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o Hyj, ti e nxite Shën Boskon me shtartë u bëhet të rinjve babe mësues, po të lutemi ndeze edhe në ne atë flak dashurie që të shërbejmë vetëm ty për shërbimin e vëllezërve, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.